Guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, thot, 2 pika, Trump i paft, i lose his mind, ka humbur mendjen, shpëndër. E vërtet, Kush e ka humbur mendjen? Guvernatori apo Trumpi? E vërtet që ata humen mendjen dhe deshin të humin edhe identitetin e njerëzimit, duke hapur kufit dhe duke i humbur identitetin kombëve dhe duke bërë diversion për agendat e tyra globale. Se ka identitet kombëtar Amerika është vendi është vend i shumë vendeve, por identitet racor ka? Amerika ka kombë dhe ka shtet. Është shteti bjondave, a i brunve, është i të gjithve, por ama është i ligjit dhe për konventën, kur hap kufit, qa bë? Kur i hap si që i hapen liberalët, qa bënet? Ata doshin që të tjetërsoshin identitetin e gjdo kombi, jo vetëm të Amerikës, po gjdo kombi. Ka një konvent... Ti e beson që është një strategji malinje që kanë ata për... Malinje, po qëfar kemi parë? Ku du me dalë me këtë strategji? Strategjia tyre është... E liberalëve. Që, kur hum identitetin kombëtar, ke hum identitetin personal, ke hum vlerat familjare, ke hum identitetin e njeriut që ka kriju Zoti. Dhe agendat e tyre i dim fare mirë dhe i kena pa që me pranverën arabe, që do me thënë hapen kufit dhe e paten idenë e tyre globale të pa reglave. E ka për Sarkozy, ama mu ishe i djathë? Jo, ishte Obama atje. Po mirë shumë si ka, Obama ishte me Hillary Clintonin. Po që shpëllidhje kishte? Po Sarkozia ishin dore e funit, si Macroni, nuk lujtë në dore e parë. Palë, Amerika mund të këtë pas qënim, po Masha ishte Sarkozia, se ke informacion e mirë? Jo, e kam shumë të saj se ishte Obama, Hillary Clinton dhe Trump ja ka thonë edhe në fushatën e 2016 që ju kryut pranverën arabe për agendat tuja. Pa ti e domon që Ben Aliut vazhdon të tishte. Po ishte... Gedafit vazhdon të tishte. Po nuk është se të vazhdon... Nuk ka kontra... Ata me protesta lokale mund të rëzoheshin me popullin, por e kapim thelbin. Përsa i tokon të drejtave refugjatve, në Amerikë të drejtat e refugjatve janë në bas të një konvente, të pestenishit. Pali, nga drejta e refugjatve këtë pranverë arabe se më shërëtove. Jo, po kapim të thelbi pëse është protesta. Pranverë arabe Gedafin, Mubarakun, në Egyptë dhe Ben Aliun në Tunizin. Mirë, po kryoj stabilitet politik atje? Jo, destabilitet ajo i destabilizoj sepse pat nërhymje të qëllimshme që gjitha ta njerës të emigronin. Ku janë Sirianët? Kishte emigrim nga Siria?